tema 121, kur hedhim gurët tek xhameratet, çdo gur e shoqërojmë me tekbir. Kjo është edhe një prej formave të tekbirit në haç, ose në ritualet e haçit. Domthon sa që ta gjujmë gurin te xhameratet, me thon Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, si se në herë që gjujmë gurin te 3 xhameratet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vepruar kështu dhe ka thënë në hadith, vërtet gjuajtja e gurëve, prerja e kurbanit dhe rrotullimi rreth çapës janë bërë për ta madhruar Allahun. Për ta madhruar Allahun. Dhe që kjo është edhe ajo arsye, shkaku pse i bëjmë ne këto adhurime, për ta madhruar Allahun azza wa jalla. Nuk është ajo që kur e gjujmë me gur që është te populli që përmendet vazhdimisht, jena tu e gjujt shejtani. Shejtani nuk je tu e gjujt. Kjo përdoret në formë simbolike, domethënë fillim që tregohet për Ibrahimin alayhis salam që e ka gjujt shejtanin në atë formë, kurse tash ka mbetë në aspektin simbolik, që ti kishe pëgjuar shejtanin në atë aspektin që ti përpason rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kështu pejgamberi sa ka vepruar për me madhru Allahun, që normalisht kjo është pastaj edhe gjuajtje ndaj shejtanit. Mirë po kështu drejt për drejt jo. Kjo nuk është e saktë dhe dietarët e kanë tërhequr vërejtën nga kjo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka gjujt te xhameratet, pasi që e ka përmend autori këtu, përmendim edhe na, mbasi hedh gurët tek secili prej xhamerateve, te secili prej aty në shtyllave, të parë dhe të dytë ec pak përpara, qëndron në këmbë dhe bën lutje me duart e ngritura i drejtuar ka kibleja. Këta tekstualisht çështu e ka thonë Xhabiri radiallahu anhu, që e ka treguar haxhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka gjujt 7 gur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të parën, edhe 7 gur në dytën, edhe ka hes, mas i ka gjujt 7 gur të parën, ka hes pak përpara, u kthy ka kibla, i ka ngrit durr dhe ka bëu dua. Pastaj ka bëu një çështë në dytën, mund që është e mesmja, i ka gjujt 7 gur, ka shku pak te poshtë, u drejtu ka kibla dhe i ka ngrit durr dhe ka bëu dua. Në tretën vetëm i ka gjujt 7 gur dhe nuk është ndal me bëu dua. Tash unë 2 pyetje i kam që mendoj që shumë është më rëndësi pe neve me i pas në kokë, me i përsërit shpesh. Për arsye se feja është e ndërtuar në argumente, jo në mendjet njerëzve. Në dy vena pejgamberi ka bëu dua. Në tretën s'ka bëu dua. Muslimanët e sodit kur i thuçi mos ban dua në tretën, thotë po shako të keqeve dua jam të bëu. A thonë çto shumë edhe për namaz edhe për shumë vena. Po shako të keqe dua jam të bëu. Po kot keqe se pejgamberi s'e ka bëu. Ç'ky është problemi? Që halon nuk po dim na si musliman me thonën na adhurim. Na adhurim, çdo gjë që ka bëu pejgamberi që ta më bëu. Çdo gjë që se ka bëu, mu largu prej saj. Në 2 të parat pe bëjmë duan. Pse e ka bëu pejgamberi? Në tretën, secili prej muslimanëve, sidomos në hax, elhamdulillah, kjo është shumë mirë. Në hax dvesin e ka çysh më apo, ja se pejgamberi se ka bëu, ke thonë në rregull, s'pe bëjmë. Nuk diskutojnë më shumë. Pse se në herë shkojnë në jetë edhe çka ti thosh, janë gjendje me ngu tamam që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shikoni edhe një send tjetër. Xhabiri këtu e përmendet i ka ngrit durr pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka bëu dua. I ka ngrit durr dhe ka bëu dua. Para mëno. Vesh një herë ka bëu në hax Xhabiri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shemër menja krejt shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mi pas ngrit durr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas namazit çdo herë. Shemër menja, a kurse kish përmend hiç tani jetën e tëna? Shko mundësi kjo më ndodh. Ose mi pas ngrit kem në Arafat, i çoj dur pejgamberin edhe i çun ket sahabët. A ja më mëna që kjo kish shumë më ik sahabëve? Ka mundësi më ik kjo. Se ata e kanë këshyr pejgamberin sam për me këshyr, për me pa në mënyrë të saktë çish pe ban namazin. Çish pe ban haxhin. Pse? Sa i ka dish dhe vetë me bu, sigur pejgamberi, po në të kohë më kallëzon edhe të tjerëve. E tash në Arafat ky thot për pejgamberin që ka bu dua. A mos kallëzon që ai ka ngrit durr, a si ka ngrit, a për tjerë, me thonë që palla në atje ti banë mdot. Ja, nuk e kallëzon kështu. Kallëzon veç për pejgamberin alayhis salam. Domthon, sicili në Arafat u kuni angazhu me vetveten e vet. Me bu dua. Në këtë rast po thotë që pejgamberi kur ka bu dua, mas që ka gjujt gur, i ka ngrit durr. Edhe na shka thonë, edhe na veprojmë të njëjtën. Në Arafat je i lirë, ndesh ngrit durr, ndesh mos i ngrit. Jetu ne, po don me ngrit durr ti ngrit durr. Po do mos më ngrit durr, nuk i ngrit durr. Je i lirë. Këtu po kallzon një pjesë suneteve. Andaj kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme që na gjatë këtyre lutjeve që i kena shpjeguar, kena përmend shpesh si mesele, për arsye se shtir pe kanë muslimanët
me e kuptu që çdo gjë që e ka bëu pejgamberi pe adhurimeve është mirë me bëu. Dhe çdo gjë që ka kalon është mirë me lon. Për këtë arsye dietar thonë atë që e kalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thonë sunnet terkije. Sunnet i lën. Domthon kur e ke lënë ti një gjë, një adhurim caktuar, si tu e bëu, për shkak se pejgamberi sa ka bëu ti jetu e bëni sunet. Jo vetëm kur ta bësh, po edhe kur e lën një diçka që pejgamberi sa ka bëu, ti jetu e praktikuar sunetin e pejgamberit sa. Jetu e bëni një sunet. Për këtë arsye kur e kanë pyet Said ibn Musayyib, që ka qenë për dietarëve të mëdhaj të tabiinëve, dietar shumë i madh, e ka po njënin të u falë mas namazit sabahit, sunet, namaz. Mas namazit, mas fazit sabahit. I ka thonë, çka je të u falë? Mos je të u falë sunetin e sabahit. Se sunetin e sabahit mas fazit, ki drejt me falë nëse s'unë ke falë për para. Jo thot për falë namaz vullnetar. Kjo thot, jo thot, mos vepro, edhe e ndalon. A i thot, pse am dënon Allahi për namaz? Që kjo është dyshimi shumicës muslimanëve sot, pse shakon dua, pse shakon namaz. Kjo thot, jo, Allah nuk dënon për namaz, po dënon që pe kundërshton rrugën e pejgamberit alayhis salam. Shumë përgjigje e fortë. Na kur i themi dikujt na mos e bash të adhurim ose të adhurim, na nuk kena diçka që s'po dojmë me pas të adhurim të e bëj. Stakfirullah. Ku e thot muslimani këtë fjalë? Po i thojmë dikujt na mos e bë këta se pejgamberi s'e ka bë. Edhe këto pjesë do vonë që i shpjegoj deri tash autori, aty ku e ka ngrit pejgamberi durr, ky ka kallëzuar, çtu i ka ngrit durr. Aty ku si ka ngrit, ka thonë si ka ngrit edhe s'e ka përmend hiç. Do vonë lëdon që nuk i ka ngrit durr. Kurse në formën e përbashkët gjatë gjithë haxhit kërkon pejgamberi nuk i ka ngrit durr me bë dua në mënyrë përbashkët asnjëherë. Asnjëherë gjitha transmetimet që kanë ardhur nuk ka thonë asnjë transmetues që këtu pejgamberi ngriti durr dhe na kreti ngretëm edhe banëm duan tani e thamë edhe Fatiha në fund. Kush ke prezant. Allah na uzotë na drejtoft këtë inshallah. Me kaq përfundojnë duat ose dhikret edhe lutjet që bëhen në Mina, në Umre dhe në Hax. Elu Zotin që na mundsoj që ti praktikojmë këtë lutje kur shkojmë atje dhe të jemi me zemra të gjalla dhe të na pranoj Zoti edhe Haxhin edhe Umrën edhe çdo adhurim tjetër që e bëjmë. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.